Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka njoftuar se Izraeli ka ndërmarrë një sulm parandalues ndaj objektivave strategjike në Iran, duke përfshirë zona të lidhura me programin bërthamor dhe raketat me rrezet të gjatë, si pasojë në të gjithë territorin e Izraelit të shpallur gjendje jashtëzakonshme speciale në pritje të një sulmi të mundshëm hakmarrës nga Irani me raketa dhe dron ndaj popullsisë civile. Sipas një deklarate zyrtare, Katz ka autorizuar masat e jashtëzakonshme në përputhje me ligjin e mbrojtjes civile dhe ka bërë thirrje qytetarëve që të ndjekin udhëzimet e komandës së mbrojtjes së brendshme. Zyrtarë amerikanë ishin informuar paraprakisht për operacionin, duke theksuar se kjo ka ndikuar në rekomandimin që SHBA u bëri disa shtetasve të saj për t'u larguar nga rajoni. Sipas burimeve amerikane, pritet që Irani të reagojë jo vetëm ndaj Izraelit, por dhe ndaj bazave ushtarake amerikane në Irak. Ndërkohë media shtetërore iraniane dhe burimet pavarur raportojnë për shpërthime në veri të Teheranit, ndërkohë që sipas banorëve në kryeqytetin iranian janë dëgjuar shpërthime të cilat besohet të jenë pasojë e sulmeve izraelite. Një zyrtar ushtarak izraelit ka deklaruar se janë kryer 10 sulme në objektiva të ndryshëm ushtarak iranian, përfshirë infrastrukturën e programit bërthamor. Ai theksoi se qëllimi është goditja e kapaciteteve ushtarake të Iranit për të parandaluar kërcënimet ndaj Izraelit.